gjykatës, duhet të pret mjekësia, duhet të presin çdo lloj diplomacia, çdo lloj institucioni i Republikës tonë. Prandaj është totalisht, domethënë, e papranueshme sjellja e këtyre njerëzve, domethënë, sikur e kanë privatizuar shtetin, e kanë bërë shtetin lodër në duart e tyre dhe e përdorin atë për teka, për inate, për interesa personale, për ngritjen në karrierë, për vende pune dhe çorëditjet e tjera. Asnjëherë nuk po shohim një elitë e cila atë ka primare, nuk shohim politikanë të cilët interesin kombëtar e kanë në rend të parë, por gjithmonë shohim kësi njerëz, domethënë, të çoroditur që edhe me metoda të çoroditura ngritën në pushtet duke ju falendëruar kushtetutës së Ahtisarit. Është totalisht i papranueshëm niveli i deputetëve dhe niveli i parlamentit edhe të konsolidohet. Çfarë pritet nga këta njerëz edhe nëse konsolidohet parlamenti? Çfarë pritet nga këta njerëz të cilët guxojnë të pengojnë dhe bllokojnë ndërtimin e institucioneve të Kosovës në këtë krizë botërore dhe e rrezikojnë domethënë shtetësinë e saj me një lehtësi të papërfillshme. Si ka mundësi domethënë që bijem ne në një nivel të tillë të përfaqësuesve, vërtet është një rast për studim dhe nuk e di kush do ta marrë mundimin që ta studioj këtë guxim për të rrezikuar atë shtetin, kombin dhe jetën e të gjithë njerëzve, sepse në radhë të parë shteti është instrument i cili duhet të garantojë jetën dhe sigurinë e qytetarëve të vet. Prandaj nuk e di kush do të jetë ai intelektual i cili do ta studiojë këtë çorëditje dhe do ta sjellë, domethënë, përpara publikut për të mundësuar njerëzve ti kuptojmë qoftë edhe në deviancën e tyre. Po, dhe zotri Blakaj, në këtë rast apo përdoret, nëse flasim kështu dhe shohim për një spektri tjetër, apo përdoret gjykata kushtetuese, po them, si një lloj, si mjet ashtu presioni për dal nga kjo fazë e këtij ngërçi politik? Gjykata kushtetuese, vendimet e të cilës duhet të jenë vendimet më të larta në shtetin e Kosovës, vendimet e atilla që lejon domethënë secila mendje dhe secili person ti interpretoj për dëshirat e veta. Vendimet e gjykatës kushtetuese duhet të jenë vendime të prera, vendime të cilat e sjellin zgjidhjen, por në këtë zallamahi që i ndodha Kosovës dhe shtetit tonë, është edhe gjykata kushtetuese e cila merr pjesë, domethënë, me vendimet e saj në dobi të ngatëresave dhe jo në dobi të zgjidhjeve që duhet i kishte. Është e papranueshme, domethënë, që vendimet e gjykatës kushtetuese vinte atilla që nuk udhëzojnë konkretisht se çfarë duhet bërë, por interpretohen dhe lihen te atilla që të mund të interpretohen dhe të shfrytëzohen si nga njëra palë ashtu dhe nga pala tjetër. Është e papranueshme, edhe theksoj edhe një herë, është e papranueshme kjo logjike blokadës, është e papranueshme kjo logjike ngritjes së njerëzve në pushtet, është e papranueshme që Kosova nuk ka filtra për të filtruar figurat të cilat ngjiten në pushtet dhe është i papranueshëm ky servilizëm i jashtëzakonshëm dhe do duhet të kishim një lëvizje komplet tjetër për të pensionuar një herë mirë këto forma të degeneruara të mendimit politik, të veprimit politik dhe këta njerëz që nuk kanë të bëjnë asgjë në pushtetas, por janë thjesht vegla të organizatave të tjera që nuk përfaqësojnë interesat e Kosovës. Në shumicën e rasteve janë instrumente të cilat shfrytëzohen nga fuqitë të tjera ekonomike, politike, ose në rastin edhe më ekstrem kemi të drejtë të dyshojmë që këta njerëz, domethënë, janë vegla
qoftë të shërbimeve të huaja, të cilat i shtyjnë, i suportojnë, i fusin në për lista të votuesve, të votimeve, dhe këta, domethënë, përfundojnë në piramidën, në majën e piramidës së pushtetit Kosovës. Prandaj këtu